Në studio shpesh po përmendni peshkimin e deputetëve, a jeni për peshkimin e deputetëve pra nga partia në aktualisht që e ka e para lëvizjeve të ndosë, që mund të ketë ose jo edhe nismë në kështu. Me ta përsëritë dhe njerë, unë e shoh si prostitucion politik. Prostitucion? Është prostitucion politik. Me morë deputet e zgjedhën sot për një vot, për çfarë do votet qoftaj, është prostitucion politik. Kur deputetë, njerëz politik lëvizën, ndryshojnë, reformohen, ndrojnë, këtë në rregull, kur të e bën lëvizën. Ama më lidh për një proces, për një vot, për një rast. Okej. A e lexoj pyetjen e fundit të një zotërie që më ka kritikuar sot shumë, më ka thonë asnjëherë s'po ma lexon pyetjen deri në fund. E unë po i them atij zotërisë që unë zakonisht po përpiqem ta redaksoj pyetjen. Ja, po shkoj afër Azirit, kështu e lexojmë, po përpiqemi ta lexojmë bashk, se mos rrëzohem këtu. E po bëjmë lajm pastaj vet. Aziri, emri i tij është Fatmir Mehukaj, kështu më ka kritikuar. Thotë, të lutem lexoja gjithë pyetjen, po e ka pak me probleme sintaksore, gramatikore. Po edhe forme seje, nuk u ka pyetje ja. Okej. Se mas pari edhe pyetja me koment. Po me pyetje me koment. Po ne i redaktojmë. Të lutem lexoje gjithë mimrama të gjithëve, mimrama Fatmir. Pyetje për kryetarin, zotin Aziri, nga unë që jam nga Zvicra, kam kënaqësinë me marrë pjesë në tubimin e 6 shkurtit në Gjilanin ton, si duket që nga Gjilani, me Hukaj nga Gjilani nuk e di. Ty kushtojmë dhe zotin Aziri, si ka mundësi me kanë tubimi kaq madhështor pjesëmarrje